Policia e Kosovës, pjesë e garës King Abdullah Special Operation Training Center në Jordani. Policia e Kosovës, konkretisht zyrtar policor të njësive speciale, po marrin pjesë në një garë ndërkombëtare të njësive elitare policore ushtarake të shteteve të ndryshme. Bëjt e ditur se këtë vit pjesëmarrës janë 38 ekipe të shteteve të ndryshme të botës. Në këtë garë, njësitë elitë policore, si dhe ato ushtarake, po garojnë në disa disiplina me shkallë të lartë të vështirësisë dhe taktikës, si gjuajtje me armë të llojeve të ndryshme, marshime me peshë të rëndë dhe pjesë të tjera të ushtrimeve të natyrës së kësaj fushe të operimit policor ushtarak. Policia e Kosovës, me njësinë elitë të saj, po tregon profesionalizëm dhe rezultate pozitive në fusha të ndryshme. Karshi i policëve të shteteve të ndryshme ndërkombëtare, thuhet në një njoftim të policisë. Ekipi i policisë së Kosovës ka arritur të futet në pjesën finale të garave King Challenge, ku pjesëmarrës në këtë fazë do të jenë 15 ekipet më të suksesshme të këtij organizimi. Bashkë ishin në luftë si ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E bashku paraqiten edhe të martën në gjykatore, Abit Mustafa dhe Rahim Tahiri dëshmuan për tmerret e luftës në fshatrat e ushtrisë. Në gjyqin ndaj Zoran Kostić dhe Dragan Milović, u dëshmua se si ishte vrarë një fëmijë rrugës për në shkollë. Ne kemi pasur një nxënës i cili është vrarë më 22 shtator. Ai ishte rrugës duke ardhur në shkollë kur kanë filluar bombardimet dhe ai gjatë rrugës për në shkollë është vrarë. Është vrarë nga forcat serbe, ka thënë Mustafa. Torturave e keq trajtimeve sipas dëshmitarit Tahiri nuk i kishin shpëtuar asnjë shtëpi. Nuk ka familje, nuk ka shtëpi, pa u konë 2 ose 3 që i kanë marrë në fshatrin Proluzh, ku kanë qenë stacionuar policor. Ju kërkoheshin armatim sa më i shti me i re. Kemi edhe 3 persona që si pasojë e keq trajtimeve në këtë stacion, që edhe kanë vdek prej qatij dajaku, ka thënë Tahiri. Përkundër vrasjeve, dëmeve të shumta u ishin shkaktuar edhe shtëpive e hambareve të banorëve të fshatrave të ushtrisë. Jo vetëm fshati Strovc, por edhe fshatrat përreth, asnjë kulm nuk kanë mbetë nëpër shtëpi, të gjitha kanë qenë të shkatruara. Përveç shtëpive janë vrarë të gjithë shtazët shtëpiak, janë ndjekur hambarët me grur, është shprehur tutje Mustafa. Tahiri tregon se në krye të këtyre vemeve e kishte identifikuar Zoran Kostić. Gjatë vëzhgimit unë kam njoft Zoranin që është duke u përgatit me popullatën, duke i rë popullatës dhe çdo krim, çdo sen që është bërë në 5 fshatra, Zorani nuk ka vend që s'ka marrë pjesë, ka theksuar tutje Tahiri. Para trupit gjykues u dëshmua edhe veshja e Kostić që kishte mbajtur gjatë luftës. Setrën e ka pas të ushtrisë, e poshtë ka qenë civil. Gjithmonë kam thënë se udhëheqësi i asaj fushate ka qenë Zoran Kostić, ka përfunduar Mustafa. Kostić e Milović akuzohen se gjatë luftës si pjesëtar të policisë serbe kishin vrarë, maltrajtuar, plaçkitur e shkatruar shtëpitë nëpër fshatrat e komunës së ushtrisë.